Vrasja e Liridon Ademajt, Naimur Seli deklarohet i pafajshëm, do të kërkoj dënim të përjetshëm për veten nëse Naimur Seli, dyshuari kryesor për vrasjen e Liridon Ademajt, është deklaruar i pafajshëm. Gjithashtu ai ka thënë se nëse vërtetohen pretendimet e prokurorisë, ai vetë do të kërkojë dënim të përjetshëm për veten. Unë deklarohem i pafajshëm. Sa i përket aktakuzës, dua të shtoj se nëse të vërtetohen pretendimet e prokurorisë, për veten time do të kërkoj dënim të përjetshëm, ka deklaruar Murseli. Kushtrim Kokalla është deklaruar i pafajshëm, ndërsa Granit Plava është mbrojtur në heshtje.